Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Feja e vërtet tek Allahu është vetëm Islami. Ibn Kathiri, kur flet për këtë ajet, thot Zoti i gjatësisë na tregon në këtë ajet se feja e vërtet tek Allahu është vetëm Islami. Dhe se kush vjen pas profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, dhe pason një fe tjetër, jo fejnë e profetit, pra alayhi salam, jo Islamin, atëherë ajo nuk do t'i pranohet atij. Dhe Zoti i gjatësisë thot në Kur'an: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kushdo që zgjedh një fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk do t'i pranohet atij, dhe ai në botën tjetër do t'jetë prej të humburve. E lutim Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që e adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm, e besojnë atë një të vetëm, besojnë dhe pasojnë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të.